Në fillim ishte e thëna. Dhe pastaj para historia. Pastaj ishin fjalët të para të hedhura në qeramik. Papirus letër. Kurët e varreve. Pastaj fletët e para të fshehura në biblioteka apo gërmadha. Pastaj formula e pagëzimit. Pastaj ishin përkthimet e para të shkrimeve të shenjta. Pastaj vargjet e para të shkruara në shqip. Pastaj rruga e përkthimeve të kryeveprave të njerëzimit. Pastaj abetaret e para. Edhe tekstet e para shkollore. Pastaj mendimet e para për sekretet e gjuhës së vjetër shqipe. Pastaj historia e çdo njeriu që përpiqet të bashkohet në gjuhën e shkruar. Edhe alfabetet e kombit shqiptar. ABC-t e gjuhës shqipe. Pastaj kongresi i manastirit, ose siç e quajnë ndryshe edhe shqiptarët, kongresi kombëtar, në vitin 1908. Është e pamundur të gjesh dëshmitar të moshës 100 vjeçare. As gjyshen time. U ngrita një mëngjes edhe e gjeta veten të ndarë nga njerëzit. Edhe të mbetur pa gjak. Isha mes fjalës së thënë edhe fjalës së shkruar. Edhe mbajta vesh. Stamboll 1908. Kanë kaluar 700 vjet që është shuar kryeqendra e mbretërisë parë të Arbërit. Europa po I jep lamtumirën e fundit dy gjuhëve të lodhura biblike, greqishtës vjetër dhe latinishtes. Askush nuk mund të thot me saktësi se kur janë ulur për herë të parë shqiptarët të shkruajnë gjuhën e tyre të lashtë të kullës Babelit, por gjejmë në vitin 1210
Është koha e ndarjes së kishës lindjes me atë të Perëndimit. Ka mbetur e shkruar nga duart e kryepeskopi të Skënderbeut Palangjell formula e pagëzimit e vitit 1462. Kruja, kryeqyteti që ndresës dhe lëvdisë shqiptare, bie në duart e sultanit në vitin 1478 dhe së bashku me të bie e plagosur edhe gjua shqipe. Nuk ka më kombësi, por vetëm përkatësi fetare. E mbuluar prej një gjuhë të re zyrtare që vjen prej Anadollit dhe Stambollit, gjua shqipe fillon të praktikohet vetëm në shërbesat fetare. Në 1555 botohet Meshari i Gjon Buzukut, libri i parë i shkruar në Shqip në periudhën e gjatë të otomanëve. Ky libër shugurohet në Shkup në vilajetin e Kosovës. Që përtej Adriatikut, bota shqiptare ka filluar t'i përgjigjet mohimit të fjalës shqipe. Lek Matrenga sjell poezinë e parë origjinale të shkruar në Shqip dhe botimet ndjekin njëri tjetrin. Nuk ka më ndrim dhe shugurim të dinastive, por të librit shqip. Në librin e tij Qeta e profetëve, Pjetër Bogdani shkruan: Kështu pra, deri që ta dheu me robërit e errët,ërbuar me 2 mjegulla të zeza në faqe. I mjekulluar me 2 re të zeza në faqe. Era së ngjellshit. Era së ngjellshit. Me zjarr, djeg tru, edhe kur. Shekullin anë e pranë të kërku. Ha me bim se qishash nesër, se di. A nuk duket kjo si e folura nga Gjirokastra? Edhe jo si e Pjetër Bogdanit nga Guri i Hasit apo Dukagjini. Shekujt sjellin gjithnjë më tepër dallime mes gegërishtes dhe toskërishtes. Lind alfabeti dhe letërsia e shkrimeve të veriut. Shfaqen misteret e gjuhës dhe teknikës grafike të shqipes. Ikën qeja dhe gjeja e Buzukut dhe 2 shkronjat cirilike të Buzukut. Në alfabetin e Budit shfaqen shenja të tjera grafike të botës së përtej Adriatikut. Në vilajetin e manastirit çelet qendra e vogël iluministe e Akademisë së Voskopojës, ku mbizotrojnë shkronjat greke. Lind në këtë vilajet alfabeti origjinal i anonimit e Elbasanit me 40 gërma. Është koha kur albanologu Meyer mbështet origjinën e lashtë indo-europiane të Shqipes, duke u mbështetur në shkronjat e pazëshme të saj si shkronjat th, dhe l. Han, konsulli i perandorisë austro-hungareze në vilajetin e Janinës, gjen në alfabetin e anonimit e Elbasanit dhe ndoshta në disa shkronja të pashpjegueshme të kodikut Beratit, vetë misteret e thellësive pelazgjike. Andius, Bardius, Bardylis, Plator, Teutata, Teuta, Gentius, Dasant, Lavius, Pinas, Bilisa, Bilena.
Turus, Turelia, Turelius. Nga kolonia e Bukureshtit deri në Korç, Naum Veqilargji krijon në vitin 1844 ABC-n dhe abetaren e parë të gjuhës shqipe. Nis rrugën e parë laike letërsie e gjuhës shqipe. Derada hedh për herë të parë idenë e një alfabeti të vetëm. Ndoshta shqiptari i parë që nuk besonte se fjala shqip ishte e mbrojtur nën kupolën e kishës ortodokse ishte Konstantin Kristoforidi, i cili boton Biblën në shqip në alfabetin toskrisht dhe gegrisht. I vjen radha alfabetit të Vasopashës, i cili ndjek traditën e alfabetit të Veqilhargjit dhe parimit të tij një tingull, një shkronjë. Në vitin 1878 është Prizreni që kthehet në një kryeqytet përkohshëm të shqiptarëve, që i kërkojnë portës së lartë të drejtat e tyre politike, administrative, kulturore dhe gjuhësore. Si përgjigje e vetme mbetet krijimi i shoqërisë së shkronjave shqipe të Stambollit, ku vendosin së bashku frashëllinjt me Samiu në krye, Vaso Pasha, Hoxha Tasini, Konstantin Kristoforidi, Koto Hoxhi dhe Jani Vreto, i cili thotë që nga viti 1864, shumë mbledhje e mendime për shqiptarësh ortodoks, muhamedan e katolik u bën në Konstantinopol, për alfavit të plot dhe të bukur, të njohur për gjuhës shqipe. Shoqata e Stambollit boton dhe shpërndan libra në të 4 vilajetet. Shqiptarët janë magjepsur dhe janë çoroditur nga bota e tyre e letrave, e shkruar në 10 alfabete të ndryshme, duke përfshirë edhe librat e shkruar me shkronja greke, serbe dhe turke. Por shqipja nuk e ka më të pamundur të përballojë greqishten, turqishten dhe latinishten. Në vitin 1900, shqiptarët I japin Lamtumirën, patriarkut të parë të letrave shqipe, I cili e ka quajtur shqipen I pari një gjuhë perëndie. I japin gjithashtu Lamtumirën periudhës tyre të gjatë, mijëra vjeçare, ku gjuha e tyre dhe Zoti është një. Ka filluar ndarja e parë e madhe e 2 pushteteve më hyjnore. Ka filluar rruga e pafundme e dijes dhe e diturisë në gjuhën shqipe. Ka filluar mbrodhtësia. Është të mbylli gjua shqipe më shungullon, për mbi që e mbylli pa da zemën më ngushtlon. Njeriu në të drejtën e vetë nuk umbet kur. Neve nuk trememi të duam abecen ton. Një komb ron edhe zhvillohet nësa jetë gjuhës së vetë, ndryshe në gjuhë të botës a I tretet. Muzak, pa lexoje këtë pirë. M, V, I, dashur. O, më rofsh, më bje, më kënaqë. Shkruajnë të tërë tani. Mund të krijojmë me fantazinë e sotme skena të bukura të shkrimit të gjuhës shqipe, që është mësimi I parë I diturisë së ekzistencës njerëzore. Mund të na ndihmojnë edhe fantazia krijuese filmike.
por gjithnjë do t'i kthehemi krijuesit të parë të gjuhës shqipe dhe mësuesve të saj, që nuk presin por punojnë për profilin kulturor të një populli që gjendet në pjesën lindore të Adriatikut ose në Ballkanin perëndimor. Lindje, perëndim, statu quo e gjatë. Shumica e atyre që guxojnë të shkruajnë fjalën e lirë gjenden jashtë atë dheut. Dhe gazeta Kombi e Bostonit thot: "E sullohuni dhe vini re që anija në të cilën lundëzon fati Shqipërisë larg ndodhet në furtunën më të rrezikshme. Dhe e di mirë që s'ka kapetan, se jemi gjeneroz dhe ja falim kapetanët botës. Kremtojeni me këngë valle, me këngëtore dhe me qithar, me raki dhe me verë. Hidhni poshtë armët njëri vrasëse dhe merrni në dorë kupën e rakisë. Dhe mos harroni t'i thoni kafexhiu të ketë kujdes të mos i lërë kupat e zbrazura kur. Dhe s'dëgjova njeri të thras poshtë rakia, poshtë vllazëria e dehur. Shqiptarët me Ibrahim Temon e Strugës që jetonin në Stamboll dhe Njazi Beu nga Resnja janë bërë shkaktarët e parë të fillimit të lëvizjes Gjon Turke, me të cilën shpresojnë të fitojnë të drejtën e gjuhës shqipe dhe të njohjes së kombësisë shqiptare. Ja se si e përshkruan atmosferën pas konstituimit dhe para kongresit të manastirit shkrimtari Mihal Grameno, dramat e të cilit vdekja e Pirros dhe mallkimi i shkronjave shqip sapo i kanë ngazëllyer shqiptarët. Në Frashër u hasëm me atdhetarë dhe dervishler nga të cilët mësuam që oficeri kryengritës nuk kishte gjë tjetër përveç Njazi Beu të Resnjës. Njazi Bej Resnja që kishte ikur nga ushtëria duke marrë 8 ushtarë shqiptar me vete dhe bënte propagandë në Resnjë, Presp, Ohër dhe ishte hedhur në qark të Starovës. Program qendror ishte një konstitucion i lirë i njësuar për të gjitha kombet e mbretërisë, dituria në gjuhën amtare të çdo kombi, drejtësi dhe shumë gjëra të tjera për të përmirësuar. Ata që kanë mbetur në palës të dheut të tyre janë 2 priftërinj të rinj shqiptar të vilajetit të Shkodrës që gjenden pranë burimeve të gjuhës shqipe dhe prej lindjes deri në vdekje pranë njeriu të thjesht. E dinë se vetëm gjuha vdekje s'ka. Njëri është Ndre Mjeda i kolegjit të jezuitëve që shkruan me alfabetin e shoqërisë Agimi dhe tjetri është Gjergj Fishta i kolegjit të franceskanëve që shkruan me alfabetin e shoqërisë Bashkimi. Ka një artikull të Fishtës të vitit 1906 që çmon bleta shqiptare e Thimi Mitkos
Me përmbledhje të krijimtarisë popullore, një kontribut tjetër i çmuar i kalimit nga fjala e thënë në fjalën e shkruar. Ka ardhur koha të shpallet hapur se gjuha shqipe dhe turke prodhojnë ëndra të ndryshme. Në të gjithë vendin janë ngritur klube bashkimi të cilat punojnë për përhapjen e librave dhe të shkollës shqipe. Cili do nga të krishterë që do të pranoj libra nga i mallkuari, qoftë i zvetënuar prej Perëndisë. Përpara konstitucionit ishte kisha greke që merre kryesisht me arsimimin e popullatës së thjeshtë. Por kjo kishë ndjeje tradhtuar prej mësuesve dhe krijuesve të gjuhës shqipe, po aq sa ndjeje tradhtuar administrata turke prej mësuesve shqiptar të turqishtës dhe njerëzit që ishin besnik deri atëherë në administratën e saj. Shahin Kolonja shkrua në gazetën e tij: "Nuk ka as fare dallim midis Turqisë para hyrjetit dhe Turqisë pas shpalljes së tij. Perandoria otomane është një trup i kalbur mbi të cilin kalon një rrotë e quhetur hyrjet dhe e ndan në dy pjesë. Njëra është Turqia para hyrjetit dhe tjetra është Turqia pas tij." Pas ndryshimeve kushtetuese, shqiptarët shpresojnë të përfundojnë një herë mirë një nga periudhat më të gjata koloniale të njerëzimit. Menjëherë pas shpalljes së kushtetutës së re, më 2 gusht të vitit 1908, hapen shkollat shqipe të Elbasanit, ndërsa në Vlorë në 7 gusht dhe në Tiranë më 8 gusht. Manastiri Pret. Nuk është larg as Vidhkuqi ku ka lindur Naum Veqilargji, as shtëpia e Josif Bagerit, as gërmallat e Akademisë së re të Voskopojës. Nuk është larg as rruga që 2 shenjtor të Romës, Cirili dhe Metodi, krijojnë alfabetet e gjuhëve që ka përcejnë deri në thellësitë e Danubit. Këtu ka. Nuk ka kufi. Këtu duket sikur ka, edhe nuk ka kufi. Pas hyrjetit, nga fundi i muajit gusht 1908, patriotët shqiptar me nismën e klubit bashkimi u mund nisma për të thirrë një kongres gjithkombëtar ku do të merrnin një pjesë patriot, lëvrues të gjuhës, mësues dhe intelektual të tjerë për të bë unifikimi gjithësisht alfabeti ose për të përpyluar alfabeti i gjuhës shqipe. Manastiri prej kohësh ka hyrë në shkëlqimin e një qytetërimi të ri. Dikujt i kujton Kaplan Beun, vjerin e Alipashte Pelenës të mbetur të vrarë mbi kal, dikujt i kujton ndërtimin e xhamisë parë të Ballkanit, ose 72 xhamit e ngritura, e dikujt tjetër kjo shifër i kujton 72 gjuhët e para të kullës së Babelit. Poet, gjuhëtar, mësues, botues gazetash, erudit, të paduruar, të mbushur me dyshim, në pritje me shpresë, 50 pjesëmarrës të Kongresit Manastirit, po vinin njëri pas tjetrit nga klubet Shkodër, Leskovik, Starov, Filat, Pogradec, Selanik, Janin, Tiranë, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Berat, Kolonjë, Shkup, Egypt, Arbëresh, Elbasan, Bukuresht, Konstancë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të vërtetë rilindasit me të drejtë thoshin se ekzistenca e shumë alfabeteve që përdoreshin në atë kohë për gjuhën shqipe ishte një faktor përçarës, pengonte bashkimin e shqiptarëve në luftën për shtirimin kombëtar. Ndërsa një alfabet i njëjtë, alfabet unik për gjithë shqiptarët, do t'i bashkonte shqiptarët dhe do t'i tregonte edhe botës se shqiptarët janë bërë një si kombë. Raporti i Hodgsonit nga Agjencia e Stambollit për alfabetin e gjuhës shqipe thot: mbledhjet e kongresit u mbajtën çdo ditë nga 14 deri më 22 nëntor.
Kongresi i cili u hap në manastir më 14 nëntor, u ndoq nga rreth 60 delegat prej të gjitha anëve të Shqipërisë. Numëroheshin rreth 400 veta nga kombësi të ndryshme. Ditën e tretë, u caktua me fuqi të plota një komision për të vendosur çështjen e alfabetit dhe për t'i raportuar Kongresit. Duket sikur para se të nisem për në manastir, janë duke dëgjuar ende çfarë u ka thënë një kalendar i thjeshtë i shoqërisë Dia të Elbasanit. Se sa të kena 4 alfabete, kanë me kenë dhe 4 mene e 4 zemra. As një popull sa do i madh që t'jetë, as ka përdor, as ka me përdor në i herë 4 alfabete si kurse ne. Manastir më 16, vjesht e dytë 1908. Adhetari fismë dhe i shkëlqyer. Të nershmes pleqnisë së klubit shqiptar Bashkimi në Manastir. E nderuamja pleqësi e klubit Bashkimi të Manastirit. Adhetari fismë dhe i shkëlqyer. U paskidash me dhanë fund kësaj çështje kaq të nevojshme për kombin ton. Prandaj, në vend grave, do të zgjedhim ca djem të rinj që ta mbarojnë këtë punë. E nderuamja pleqësi e klubit Bashkimit të Manastirit. Tash sa mot kemi prit këtë ditë të bardhë të ABC-s. Kanë kenë, janë e kanë për të kenë gjithmonë ata që ju çelin popujve shtigjet e qytetnisë dhe të lumtunisë. Mëriten me batë një fej gjuha shqipe si gjuhë mësimi gati në të gjitha shkollat e gjuhë zyrtare ndër të gjitha zyrat e shtetit. Manastiri ku ishte shpërngulur një pjesë intelektualve, patriotëve, shqiptar, banonin ati familje jashtëzakonisht të ngritura, mirë të formuara nga ana intelektuale, por mbi gjitha patriotë jashtëzakonshëm. Nuk prisnin kush do të jepte sponsorizim për të bërë atë që bën, i kishte shtypshkronjë dhe mendoj që ndoshta ishte edhe lehtë për t'u arritur nga të gjithë. Ishte një pikë, një qytet pothuaj neutral. As Shkodra e fuqishme që punonte në këtë drejtim për gjuhën dhe shkollën shqipe, për patriotizëm, as Korça që edhe ajo jepte maksimumin e vet, as Shkupi që kishte edhe ajo të vetat. Shkurt Manastiri, unë në këndvështrimin tim e gjykoj një zgjedhje jashtëzakonisht diplomatike, duke i shtuar dhe këto gjërat e tjera, duke agrumbulluar dhe gjërat e tjera. Dhe rezultati i këtij kongresi, për cilin fatkeqësisht këtu kthehem si arkiviste, më vjen keq që nuk kemi proces verbalet e këtij kongresi të madh dhe të jashtëzakonshëm, i cili nuk është se vuri vetëm themelet e gjuhës tonë, por vuri themelet edhe të një gjëje tjetër më të madhe, të një bashkimi edhe politik, të një përpjekje që po i shkonte drejt fundit realizimit të marrjes së pavarësisë. Manastiri mund të quhet kryeqyteti shqiptarëve nga 14 nëntori deri më 22 nëntor të vitit 1908. Familja Germenjisi dhe protestantët Qiriazi qenë ndër mbështetësit kryesor gjatë ditëve të Kongresit Manastirit. Po ashtu, ndihmes ka dhënë dhe prifti tjetër i ri protestant, Grigor Cilka, me gruan e tij besnike maqedonase, Katerinën, të cilën Çerçistopulli, luftëtari i qetave kryengritse, e kujton kështu. Kjo interesohet për luftëtarët tanë, u qep atyre nga një qese të madhe për t'u vënë bukën dhe u thot që thërrimet t'i mbledhin me kujdes se mund të duhen kur t'i jenë ngushtë. Ka ardhur koha e luftëtarëve të lirisë, të cilët nuk pyesin për ndarje geg dhe tosk. Përfytyrojmë këtë Çerçist që nuk lodhet nga mendimet dhe në çdo çast i përgjigjet propagandës përçarse.
i vendosur të shkruaj për shqiptarin e Krishterë, se ai është gjak prej gjakut ton dhe se ka eshtra prej eshtrave tona, ndërsa me turqit ndryshon si dita me natën, si jeta me vdekjen. Delegacionit nga gjitha trevat shqiptare i ka prirë Mithat Frashëri dhe me të arritur në stacionin e trenit në Manastir, në pritje ka qenë Hilmosi, po ashtu pjesëmarrës i Kongresit e Alfabetit dhe Hilmosi duke dashur që ta ngresë figurën e familjes Frashëri. I shprehet, i thot me këto fjalë mirë se erdhët zoti Frashëri, ju jeni krenaria e kombit. Ndërkaq me të njëjtën masë duke dashur ta madhrojë edhe figurën e Hilmosit dhe tërë Shkodrës, Mithat Frashëri thot se derisa në Shkodër është folë shqip dhe vazhdon të flitet shqip, ne asgjë kemi guxuar të mendojmë shqip. Kjo flet për madhështinë e dy figurave të ndryshme të kombit, të cilat nuk kanë dashur që në një ngjarje me peshë kombëtare ta përvetësojnë për veten e tyre, por kanë dashur që të japin një dimension gjithkombëtar. Ibrahim Sejfullau nga qatromi i Korçës kujton. Shqiptarët kishin këtu në Manastir klubin Bashkimi, në hotel Liria, dhe gazetën Bashkimi i Kombit, si dhe shtypshkronjën ku botohej kjo gazetë dhe dilnin shumë libra shqip. Në Manastir kishte shkolla fillore dhe të mesme bullgare, greke, vlehe, turke dhe serbe, por mjerish shkolla shqipe nuk kishte. Demonin që nuk përmbajsh dot në malkur që qanë që. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ka këto. Endeka. Državi. Së na i starite. Na Balkanite. Dividono. Në hotel Liria, në një dhomë të veçantë kishte libra kryesisht në gjuhën amtare dhe në gjuhë të huaja që flisnin për Shqipërinë. Atje takoheshim me Telemak Gërmenjin, Hasan Prishtinën, Gjergj Qiriazin, Dervish Himën dhe Themistokli Gërmenjin. Hasan Prishtina na thosh: "A jini të fortë të zgjuar ju o Korçar?" Dhe ne i përgjigjeshim: "Sa të doni ju." E lëm për një çast vilajetin e Manastirit dhe kalojmë përsëri në vilajetin e Shkodrës ose të poetëve shqiptar. Ja si e përshkruan Edith Durham zgjedhjet e para për parlamentin e ri turk të vitit 1908 në Shkodër. Elektorati nuk po përfaqësohej sipas kushtetutës. Autoritetet kishin vendosur të ulnin numrin e zgjedhësve të krishterë. Unë pyeta pse nuk ka protesta. Më thanë: "Këto janë zgjedhjet e tyre të para dhe të fundit. S'ka përse të bëhemi kasavet." Shqiptarët nuk do të jenë më qytetar otoman, kishte deklaruar Dervish Hima, një shqiptar i shkolluar që kthehej nga Europa. E dërguan me njëherë të gjykohen Janin, por ditë të mbrohet dhe i shpëtoi dënimit. Manastir më 16 vjeshtë e 2 1908. Petro Nini Luarasi në kujtimet e tij thot: "Guverna dhe përfaqësonjësit e shtetit otoman lipse dy gjëra të bëjnë: ose ta njohin gjuhën dhe shkronjat shqipe zyrtarisht, ose ta lënë punën qull. Nuk dua të di se ç'fe beson, as më rry në punë, as dua të pyes. Vëllezër të dashur, po shikoni sa nga tresa na solli çështja e ABC-s, sa pengim të madh në përparim të kombit. Mos pa ndekni se shkronjat arabisht na i shpiku Arif Hikmeti, Recep Hoxha dhe na i prit në të 14 deputetët. Tërë këto nga tresa erdhën nga guverna turke. Tërë këto ata i shpikën, ata i gatuan gjersa u ndes zjarri. Arif Hikmeti dhe ai kokëlidhur i Recep s'janë gjësendi tjetër përveç se ca njerëz të pilafit, si kundër dhe të 14 deputetët.
vjeshtën e motit 1908 për shkak të rrethanave politike, të krijuara me shpalljen e regjimit konstitues, shkolla jon u qel, me një numër të madh nxënësish dhe puna e shumtë e pengoi drejtoreshën të largohej. Prandaj ajo më delegoi mua. Si grua që isha nuk mund të udhtoja vetme, prandaj mora me vete shoqen time, Filoreta Bonati. Nëna jon Maria ishte pamundur, por unë ndihmoja zonjën e Gjergjit për të pritur dhe për të përcjellur të 8 anëtarët e komisionit, të cilët punonin me ditë të tëra të veçuar. U mblodhen 23 shoqëri me 32 delegatë që zgjodhen kryesinë e kongresit. Bisedimet po bëshin shumë të nxehta derisa u zgjodh një komision për të zgjidhur përfundimisht çështjen e vendosjes së alfabetit unik për të gjithë shqiptarët. Pas 3 ditësh të punimeve, Kongresi zgjedh komisionin e vendosjes së alfabetit të Shqipës, të përbërë prej 11 vetësh, në krye të cilit u vendos Gjergj Fishta. Zonja Fines Kennedy, një misionare amerikane në Korçë, e pranishme aty si vëzhguese, i bën përshtypje poeti Gjergj Fishta. Kumtesa më e mirë u mbajt nga një prift katolik nga Shkodra, fjalët e cilit bën që dëgjuesve të rridhnin lot. Një hoxh u prek aq shumë sa që rendi ta përqafonte para gjithë pranishmëve. Ishte Fishta që gjatë punimeve tha: "S'kam ardhur që të mbroj asnjë alfabet, por të mbroj një alfabet të përbashkët." Luiq Gurakuqi propozon të bëhet një ABC e re për të mos thyer zemrën e askujt. 8 nga 13 propozimet e pranuara ishin të ndremjedhës. Për shkronjën Z fiton propozimi i Azdrenit që thot: "Vërtet tham se alfabeti i bashkimit nuk është i mbaruar, se edhe unë që jam antar i tij nuk më pëlqen të shoh letrën Z për Z." Zot, zonjëz, Z, Zot, zonjëz, Zezë. Gjergj Qiriazi në kujtimet e tij thot: "2 seanca ju kushtuan gërmës dhe prap komisioni nuk arriti në përfundimin e kënaqshëm." Veç 24 shkronjave latine që i morën edhe i kanë shqiptarët, u duan edhe 12 të tjera që të arritë të shkruhet gjua shqipe. Telegramet e ardhura nga Gegëria luteshin për alfabetin e bashkimit, ndërsa telegramet e ardhura nga Toskëria për alfabetin e Stambollit. Komisioni bëri kujdes të vendoste të dyja për të mos u përqarë. Për të vendosur për shkronjën 1, komisioni vazhdoi punë për 3 ditë. Derada fitoi me shkronjën 1 dhe shkronjën G. Gjon Kazazi i dhuroi Kongresit Manastirit shkronjën C, që ishte përdorur së pari që në vitin 1743. C, të rima. Ylka. Sheni. Qelësi. Dhe Daniele Cortese, Lek Matranga, Anton Santori, kanë dhuratat e tyre për shkronjat shqipe. Mbi të gjitha fitoi parimi i Sami Frashërit dhe Vaso Pashës për krijimin e shkronjave dyshe dhe parimi një shkronjë një tingull që buron nga lashtësia e Shqipës. Mitat Frashëri dha me etimin të bëhet votimi për mbi 2 alfabetet. Atëherë Patër Fishta ju kundërvu rrept e i përmendi të bamin të mend, cili do të përdoret nga të dy. Gjithçka ju nështrua votimin. Ditën e 7, komisioni të 2 alfabetet i pat shkruar në një tabel, edhe para saj doli Luiq Gurakuqi. Kur hapi rasën me 2 alfabete, Salla Bërhoriti.
Roft ABC-ja. A i tha, ABC e Stambollit është mjaft për nevojat e kombit, po me qenë se shumë herë për të shtypur libra larg Shqipërisë dhe për të hequr telegraf kemi nevojë për një ABC thjesht latine, komisioni u shtrëngua të marrë 2 ABC. Në proces verbalin përfundimtar të komisionit thuhet: pasi u kënduan verbalet e ditëve të tjera, e pasi e pam se puna që kishim bërë ishte mjaft e madhe, por jo aq sa të kënaqte të gjithë, e t'i shërbente si përparimit të gjuhës, ashtu dhe të përhapurit të diturisë ndër ne, të shtyr dhe nga disa shkaqe të jashtme, u kthyem prapa dhe me pëlqimin e të gjithëve, u vendos që të merret ABC-ja e Stambollit dhe bashkë me të edhe një ABC thjesht latine, që të mësohen dhe të përdoren bashkarisht në mes të shqiptarëve. Mësimi në shkollë do t'jeti i shtrënguar e i detyrueshëm për të dyja. Vetëm Faik Konica, virtuozi i parë i prozës shqipe, ka mbetur larg. Edhe Konica përgjigjet. Shose John Turqit e muarën përveç ABC Stambollit, edhe atë që përdora unë me 1-2 ndryshime. Por ai shton: një vjersh e bukur, një mësim i thellë, një roman i fortë nuk e heqin vlerën e tyre nga AB-ja te e cila janë shkruar dhe s'mund të humbasin rëndësinë në u shkrofshin nga një dorë a nga një teatr. Problemi i alfabetit paraqiste një çështje jo të thjesht teknike, por edhe për arsyen se në atë komision ishin njerëz që përfaqësonin shoqëri të ndryshme, përfaqësonin interesa të ndryshme dhe përfaqësonin natyrisht alfabete të ndryshme. Prandaj kompromiset gjithmonë janë të vështira, sidomos në rrafshin gjuhësor. Megjithatë, u gjet një zgjidhje që do të i kaloj të gjitha kontradiktat dhe mospajtimet, një zgjidhje ndoshta për atë kohë, domethënë me njëherë fill pas mbarimit të kongresit, jo aq fatlume, por fatlume në perspektive në gjatë, sepse nuk do të kalojnë as 3-4 vjet dhe ky alfabet do të bëhet alfabeti kombëtar i Shqipës. Në të vërtetë, ky është njësimi i parë gjuhësor i shqiptarëve, një njësim që do të hapë rrugën për një varg njësimesh të tjera që të ndodhin në shekullin 20 për shqiptarët. Natyrisht, Kongresi i Manastirit i ka pasë edhe kundërshtarët e vet, siç i ka më në fund edhe sot gjuha e përbashkët letrare, kombëtare, gjuha standarde. Por rëndësia e tij është treguar aq e madhe, aq vendimtare, aq historike, saqë gjithë ata kundërshtar pothuaj janë harruar e ka mbet kontributi jashtëzakonshëm historik i këtij kongresi. Vendosja e alfabetit njëjtë të gjuhës shqipe pati rëndësi edhe në një kuptim tjetër, duke dalë me vendimin qoftë edhe për 2 alfabete përkohësisht, të mbështetur në bazë latine, shqiptarët, delegatë të kongresit, demonstruan dhe njerë, provuan dhe njerë, vendosmërinë e popullit tonë, të kombit tonë, për të ruajtur individualitetin e tij, për të shmangur imponimin e alfabeteve të tjera, qoftë arab, qoftë grek e të tjera. Dhe jo vetëm për të ruajtur individualitetin si komb, për të veçuar nga këta kombe të tjera, që kërkonin të asimilonin shqiptar, por dhe individualitetin si komb evropian, sepse Europa, popujt e Evropës, përdorin alfabet latin, dhe shqiptarët deshen të shkonin në një hap me popujt e tjerë të Evropës. Po hapej horizonti i shkollave të reja shqipe dhe i përgatitjes mësuesve që do të përhapnin alfabetin e Shqipës. Kongresi i Manastirit i kishte hedhur themelet. Shumë gjëra të tjera i mbeteshin Shqipës për të thënë. Ndoshta jo grindjet, por dashuritë. Alfabeti gjuhës shqipe ka 36 stronja.
Aty për aty trandët e mrekullohet e përfshi gjithçka. Prej asaj dritet gjallë bukurijet që rindi si pezull në vetvete. I e hon njeriu. Zdrivillon gjuhë të vetë. Dhe me harenis me dëftue atë të dukun të shkëlqyeshëm. Prandaj kërkon shkëllimet më të nalta. Fjalët e thëniet më të hishme. E por si bleta kujdestare, kalon lule në lule. Me një fjalë rruzulli, mbara je përfshinu me dorë të vetë. Doni Gjoni, biri i vdek buzukët, tua u kujtum, shumë herë se lua jone nuk ishe gjote, e ndiglum e në shkrumi qenët. Kam për të thënë edhe diçka tjetër. Në vend të fjalës kryesi, përdorej këshilli sundonjës. Shqiptarët tashmë duhet të formonin gjuhën edhe shtetin e tyre që nuk e kishin. Betimi i parë ishte ABC-ja. Por si vala e regu të detit, por si gjanë